22 maj dashim. Dashuri shtohet pasioni, marrëdhëniet bëhen më intensive por dhe më dramatike, kujdes me xhelozinë apo kokëfortësinë. Demi ditë shumë e favorshme për takime, njohje të reja dhe vendime sentimentale. Beqarët mund të ndjeni tërheqje të fortë ndaj dikujt. Binjakët, kreativiteti yt arrin kulmin, favorizohen projekte artistike në media, rrjete sociale dhe komunikim publik. Euforia, ditë romantike dhe ndjeshme, partneri kërkon afërsi emocionale, beqarët mund të ndihen nostalgjik. Luani, një mundësi financiare apo profesionale mund të hapet papritur, kujdes me vendimet impulsive. Dashuria dikush mund të surprizojë me një gest apo deklaratë që do të ngrejë humorin dhe do të ngrejë vetbesimin. Birgjyresha, energjia rikthehet dhe ndihesh më i sigurt për vendimin që po merr. Ditë shumë e mirë për financa dhe organizim personal. Peshorja, ditë ideale për biseda të rëndësishme dhe vendime sentimentale. Një person mund të shprehë ndjenja të shehura. Akrepi, financat dhe çështjet praktike kërkojnë më shumë vëmendje. Mund të lindë një shpenzim i papritur. Shigjetari, energjia jote është shumë pozitive dhe motivuese, ditë ideale për takime, intervista dhe plane afatgjat. Vricjapi, ditë shumë e favorshme për vendime profesionale dhe nisma të reja, mund të marrësh lajme pozitive. Ujori, energjia sociale është shumë e fortë, favorizohen takimet, aktivitetet në grup dhe projektet kreative. Peshqit, kreativiteti yt arrin në kulmin, ditë ideale për art, muzikë, shkrim apo projekte personale.